Antarësimi i vendit në NATO u cilësua si arritja më e madhe në historinë e shtetit. Madje ratifikimi i protokollit për antarësim ishte bërë në kushte pandemie. Antarësimit i parapriu tentativa për grushtet në prill të vitit 2017. Me antarësimin e vendit, aleanca më e madhe politiko-ushtarake në botë vendosi vijat e qarta në rajon mes aleatëve ushtarak dhe e cënuesve të sigurisë, posaçërisht në Ballkan. NATO gjeti aleatin e saj të 30 në Ballkanin perëndimor, duke i dhënë garanci të pacënueshme sigurisë së shtetit, sidomos tani kur në zemër të Evropës Rusia po pushton vendet jo anëtare të Aleancës Veriatlantike. Por ai kishte menduar dikush se Maqedonia e Veriut, pika më e cënuar e Ballkanit dhe ura lidhëse e NATO-s me Greqinë dhe Turqinë, do të gjendej në këtë drejtë që zëvendës kryeministri i vendit të NATO-s të marrë pjesë në një ngjarje në Beograd që përkujton agresionin e NATO-s ndaj Serbisë. Ivan Stojlković, zëvendës kryeministër për marrëdhënie mes bashkësive, u pa në krah me Milorad Dodikun e Republikës Serbe dhe presidentin serb Aleksandar Vučić. Pjesëmarrja e tij në këtë ngjarje erdhi pikërisht në 5 vjetorin e antarësimit që me ose pa dashje i dërgoi një sinjal të qartë NATO-s ku po rreshtoi shteti. Kryeministri nuk kishte një përgjigje të qartë sepse zëvendësi i tij shkoi në Beograd. Mendoj se për arsyet pse Stojlković ndodhet atje, është më mirë ta pyesni vetë Stojlkovićin, tha Kristian Mickoski, kryeministër. Vlen duke dashur ta mbuloj diellin me shosh, thot se Kosova është shtet i pavarur, pavarësinë së cilës e ka pranuar Maqedonia e Veriut. Siç kemi thënë edhe më herët, nuk mund të pretendojmë ta bëjmë Stojlkovićin shqiptar. Dihet qëndrimi zyrtar i shtetit ton dhe ai është i pakthyeshëm, thon nga Vlen. BDI-ja pjesëmarrjen e Stojlkovićit në Beograd e cilësoi si provokim të hapur ndaj orientimit euroatlantik të vendit. Një akt i turpshëm dhe një provokim i hapur ndaj orientimit euroatlantik të vendit. Qeveria tregon edhe një herë fytyrën e saj të vërtetë, duke u rreshtuar me ata që mohojnë gjenocidin dhe kundërshtojnë perëndimin, thon nga BDI. Nuk është hera e parë që Stojlković kryqëzon interesat strategjike të shtetit. Në maj të vitit 2023, ai mori pjesë në samitin e sigurisë në Moskë, ndërsa në janar të këtij viti solli Dodikun në Shkup, i cili në fjalimin e tij shprehu qartazi qëndrimet anti-NATO dhe anti-BE, dy përcaktime për të cilat qeveria aktuale është betuar se nuk ka alternativë tjetër. Për më tepër, Stojlković është zëvendës kryeministër i angazhuar për të garantuar zbatimin e marrëveshjes së Ohrit, pakti që garantoi stabilitetin, sigurinë dhe barazinë mes komuniteteve në vend, e mbi të gjitha ruajti themelet dhe kufijtë e shtetit.